Në tubimin elektoral në Gjakov, kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosja Albin Kurti premtoi se për 4 vitet e ardhshme prodhimi vendor do ta ketë shumë më të lehtë zhvillimin, pasi që qeveria do të ndajë një fond i cili do të shërbejë si garanci për kompanitë prodhuese që duan të marrin kredi. Kurti shtoi se ekonominë e Gjakovës do ta zhvillojë edhe Hekurudha, e cila do të vazhdojë deri në Sarand. Do ta kemi edhe segmentin që e lidh Gjakovën me Shkodrën, kuadër të Hekurudhës, Prishtinë, Durrës, që besoj se do të vazhdoj deri në Sarand, dhe në anën tjetër këtu do ta kemi edhe thelbin e industrisë së ardhshme ushtarake, për çfarë tashmë e kemi zonën industriale të mbrojtjes në fshatin Jahoc me 140 hektar gjithsej, ku fabrika me infrastrukturën përcjellëse është rreth 19 hektar, e që prej atje do të dalin edhe fishekët e parë 7.62 mm dhe 5.56 mm para vitit 2020. Mandati i ardhshëm të nderuar pranishëm do të jetë mandati prodhimtarisë. 1 miliard euro për prodhimtarinë Kosovë, zejtojre, bujqësore, industriale, ku shteti bëhet garanci për kredit investive, nuk ka nevojë me lënë hipotek në banka, as tokën, veturën apo shtëpinë, sepse shteti është ai që i qëndron të gjithë prodhuesve në mbështetje për investimet në prodhimtari, 1 miliard euro për 4 vjet, plus 100 milion euro dritarja e investimeve të diasporës. Para qytetarëve në Gjakov, Kurti po ashtu premtoi se shkollave të mesme profesionale gjatë 4 viteve të ardhshme do të ushtohen edhe 10 profile të reja. Vazhdoj me sistemin dual të arsimit, deri më tash 16 profile kemi pas, në 17 komuna, 32 shkolla profesionale, gjithsej mbi 2500 nxënësa, për çdo diplom shkolle, një vend pune, do t'i shtojmë edhe 10 profile të reja, e njëkohësisht superpunës për trit, prej moshës 18 dhe 29 vjeç, e kemi dhënë pagën minimale, 6 muaj rresht, 23.000 të reja e të rinë punësuar, në 10.500 biznese, do t'ja shtojmë edhe superpuna për krahë. Me qenë se paga minimale nga një korriku bëhet 500 euro, çdo grua që punësohet në biznes privat 6 muajt e parë do t'ja shtojmë pagës që jemi nga punëdhënësi edhe 500 euro të tjera, dhe në këtë mënyrë do t'i përshkëngjiten edhe fuqisë punëtore të Kosovës mira gradë, por në të njëjtën kohë edhe ekonomia e gjithëmbarshme e vendit do të përfitojë. Kurti tha se me rritjen e buxhetit këtë vit do të shërtohet edhe paga e 14 për sektorin publik, si dhe do të mundësohet që edhe sektori privat të japë për punëtorët e vet pagën e 13. Në Han të Elezit, kandidati i PDK-s për kryeministër Petri Hamza tha se kjo komunë ka potencial të madh për zhvillim ekonomik dhe krijim të vendeve të reja të punës. Partia Demokratike e Kosovës fokus e ka zhvillimin ekonomik dhe misjenin e qytetarëve të Kosovës. Pa ekonomi zhvilluar, nuk ka shtet qëndrueshëm. Nuk ka ekonomi zhvilluar pa sektor privat. Ne do ta përkrahojmë sektorin privat. Edhe përmes ligjeve, edhe përmes infrastrukturës, edhe përmes përkrahjes me grante. Ne do t'i ndihmojmë që ata kanë kushte me punu. Sipas Hamzës, qytetarët e Hanit të Elezit meritojnë shërbime më cilësore dhe projekte konkrete që do ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së tyre. Për Hanën e Elezit është tepër e rëndësishme për Kaçanikun dhe disa komuna tjera, lidhja autostradës Arbër Xhaferi me rrugën e Kombit, tu fillu te Banulla edhe me dalë te qafa e Dulës. Për me shku në Tiranë, për me shku në Shqipëri, cila është arsyeja, cili është shpjegimi që me shku në Prishtinë, me kalu gjitha trafik, me kalu në përqendër Kosovës dhe me dalë ndul të konë me u lidhë autostradat njëra me tjere edhe sistemi edhe Hekurudha. Hamza theksoi se fokusi i programit të PDK-s do të jetë mbështetja e bizneseve vendore me investime në infrastrukturë si dhe krijimin e më shumë mundësive për të rinjët dhe familjet.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim zgjedhor në Gjilan, ku drejtues të kësaj partie theksuan se programi i tyre është i fokusuar në përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve, fuqizimin e ekonomisë dhe krijimin e më shumë mundësive për të rinjët dhe familjet kosovare. Duhet ta bëjmë Kosovën të zhvilluar, stabile, e atare në komunitetin Euroatlantik, ashtu siç e kemi për mision rrugovist integrimin e Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian. Unë t'ju them diçka, më lejoni të zotojmë se ministri i rrugëve, i infrastrukturës e lidhjes demokratike të Kosovës, jo që s'gëzoni me anë Gjilan, po s'ka me guxu me dalë zyre pa dalë në kantierin e punës të autostradës të Moravës. Një vjetë e gjysmë i jepni kohë për këtë autostradë, le ta bëjmë shembull ndërtimit. Ne besojmë në zhvillim real për Gjilanin dhe gjithë Kosovën e jo në fjalë të mëdha. Ne besojmë në aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Gjilani, drejtues të LDK-s kërkuan mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e 7 qershorit, duke paraqitur programin e tyre si platformë të orientuar drejt zhvillimit ekonomik, mirëqenies sociale dhe forcimit të partneritetit të Kosovës me vendet perëndimore. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbajtur tubim zgjedhor në Deçan, ku drejtues të këtij subjekti politik duke kërkuar besimin e votuesve të kësaj komune shpalosën prioritetet e tyre për qeverisjen e ardhshme. Për me u zhvillu Kosova, e për me u zhvillu Dukagjini, e për me u zhvillu Deçani, formulat janë thjeshta, me lëshu iniciativen individuale të njerëzve të jashtëzakonshëm, jo veç të këtuhi, po të ketë Kosovës. Kanë iniciativë, kanë vullnet, kanë guxim. Duhet me ju mundësu talentin e vetë, vullnetin e vetë, energjinë e vetë, me shti në funksion. Drejtues të AK-s theksuan mes tjerash se programi i partisë së tyre është i fokusuar në zhvillimin e vendit, forcimin e ekonomisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët. Çaja ofrime jona e shqiptarëve na ka bërë ne të besueshëm te Amerika. E ka bërë Ardionin të besueshëm te Amerika. E ka bërë listën 1-2-8 besueshme te Amerika. Deçan, 1-2-8 është numri jam, ton jetën, unë jam aleancë, ton jetën, jam aleancë, adjan jo me ty ton jetën, në prishte mara. Nga Deçani, drejtues të AK-s përsëritën thirrjen për mbështetjen në zgjedhjet e 7 qershorit, duke cilësuar programin e tyre si alternativë për zhvillimin e vendit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren ka shpalosur vizionin qeverisës dhe plan programin me të cilin ngaron në këto zgjedhje. Kandidati për kryeministër nga AAK, Ardian Gjini, para prizrenazve, premtoi zhvillim ekonomik si dhe ndërtimin e një qarkëorje në këtë qytet. Ke pjesa e ekonomisë, shikoni, gjithkush në botën shqiptare e din që Prizreni, me multikulturalitetin e vetë, me njerëz të vetë dhyshëm, ekziston edhe pa qeverinë. Ju ekzistoni. Ju keni filigran. Ju keni biznese. Ju keni zëjtore e bizneset ndoja, ju ekzistoni edhe pa pushtetin. Po na nuk po dojmë mo me pas komuna cilat ekzistojnë, po dojmë me pas komuna që zhvillohen. AAK premtoi edhe realizimin e autostradës së Dukagjinit, investimin në hekurudha, si dhe fuqizim të bizneseve të vogla. Ministri i ekonomisë